Shqipëria ka përmirësuar renditjen e saj në indeksin botror të lirisë së shtypit 2025, duke arritur në vendin e 80 nga 180 shtete, një përparim prej 19 vendesh, krahasuar me vitin e kaluar kur renditej në vendin e 99. Ky rezultat ka ardhur pas disa përmirësimeve të klimës mediatike. Por, raporti i organizatës Reporterët pa kufi, RSF, nënvizon se me gjithë këtë përmirësim, liria e shtypit mbetet ende brish në vend. Raporti thekson se media shqiptare vazhdon të përballet me kërcënime serioze për shkak të ndikimeve të forta politike dhe ekonomike, si dhe një kuadër ligjor që nuk mbështetet mjaftueshëm pavarësinë e medias. Interesat partijake dhe ndërhyrjet në sektorin mediatik janë të pranishme, duke minuar lirinë e shtypit. Sipas RSF-s, megjithëse kushtetuta e Shqipërisë dhe angazhimet ndërkombëtare garantojnë lirinë e shprehjes, ka ende mangësi në mbrojtjen e burimeve konfidenciale të gazetarëve dhe një rrezik të lartë për ata që trajtojnë çështje të krimit dhe korrupsionit. Për më tepër, gazetarët që raportojnë për protesta apo operacione policore shpesh përballen me dhunë nga autoritetet, ndërsa krimi i organizuar mbetet një kërcënim i rëndë për sigurinë e gazetarëve, ndërkohë që ka pasur hapa pozitiv nga ana e policisë për hetimin e sulmeve ndaj gazetarëve, mungesës së ndëshkimeve dhe përpjekjet për të delegjitimuar mediat nga politikanët, të cilët kanë krijuar një mjedis që mundson sulmet mëtejshme. Në kontrast me këtë përmirësim të Shqipërisë, Kosova ka shënuar një rënje të ndjeshme të indeksit të lirisë së shtypit, duke rënë në vendin e 99, më poshtë se Shqipëria nga vendi 75 të vitit kaluar dhe nga vendi 56 në vitin 2023.